ata kanë problem në radhë parë mirëqenjen, kanë problem shkollimin e fëmijëve, kanë problem sigurinë e fëmijëve. Një nusë e re, një zonjë e re në Krujë më tha, unë tha, çfarë do bëni ju për fëmijët, doktor? E pash njërë ku e kishte, tha se unë këtu kam 2 fëmijë, nuk ka kopsht, ka gjithsejt vetëm 2 kopshte në Krujë. Ka gjithsejt vetëm 2 kopshte në qytetin e Krujë, nuk kam kopsht, nuk kam ku t'i çoj. Pra, familje që detyrohet për sjellin antarët e vet jashtë vendit se s'kan punë, s'ka ushqim, s'u mjafton të ardhurat. Familje që konstatojnë se shkollat po degradojnë dhe niveli i dijeve të fëmijëve të tyre në vend se të rritet bie. Kjo është e vërteta. Familje që paksohen dhe vetëm paksohen. Unë isha dje në Korçë. Cilat ishin shifrat për Ersekën? Erseka ka qenë 27.000 banor në vitin 2013. Erseka ka ngel me 7.000 banor. 7.000 banor. Një largim mas. Dhe këta 7.000 e kuptoni vetë, këta janë, po të bësh mesatarën e mosh, u del mosh 80 të thyrë. Erseka ka patur vetëm një lindje në vitin 2023, qyteti. Pra, dhe asnjë fjalë nuk thuhet për këto. Ne do të bëjmë kemi vendosur një politikë demografike shumë të fortë. Ne do të japim bonus për fëmijën e parë, 70 euro. Bonus për fëmijën e dytë, 60 euro. Për fëmijën e tretë, do t'jenë nga lindja gjerë në 23 vjeç të gjitha shpenzimet e shtetit. Po kështu fëmijën e katërt. Pra, do përpiqemi të trajtojmë me seriozitetin më të madh problemet e krijuara të familjes. Kështu që unë ftoj të mos bijem në narrativen e tij. Ta injorojmë, natyrisht. Ajo është, thash dhe njëherë, një fushat elektorale tallava, një fushat elektorale banaliteti, bulizmi, flet me gjuhë të fortit, si Nureddin Dumani në sallë gjyqit. Pastaj kujtohet se shkeli çdo normë standard, tërhiqet për të vazhduar të nesërt me njëjtat terma. Të gjitha këto janë avantazhe për ne në kuptimin që qytetarët presin të dëgjojnë fjalën tonë, presin të dëgjojnë programin tonë, ndaj dhe ju falënderoj shumë për punën që bëni dhe ju inkurajoj që këto 2 javë, 3 javë që kanë mbetur të shumë fishojmë energjitë tona. Shumë faleminderit. Atëre, fjalën gjithsecila prej jush mund ta marri, por unë vetëm një gjë doja që për të mbetur tek ajo që tha doktori. Kemi avantazhin që betejën e kemi me veten për t'i paraqit kundërshtarve, po sidomos